vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme dhe ato përbëjnë dhe precedent dhe për raste të ardhshme. Për të qenë më konkret, çfarë thotë gjykata kushtetuese me vendimin e saj? Thotë që një zgjedhur vendor, një kryetar bashkie, cili do qoftë ai, përsëris edhe një herë, nuk mund të shkarkohet tashmë, u vendos ky precedent, u nda ky debat juridik. Nuk mund të shkarkohet për mungesë në detyrë, por duhet të shkarkohet për shkelje të rënd të ligjit. Këtë thot kushtetuta. Neni 115 i kushtetutës këtë thot, që qeveria mund ta shkarkojë një të zgjedhur vendor vetëm nëse ai kryen shkelje të rënda të ligjit dhe rrjedhimisht me interpretim të kundërt, një mungesë 3 mujore sipër nuk konsiderohet, se kështu i bie, nuk konsiderohet shkelje e rëndë e ligjit. Kur vjen në këto rrethana? Po, pikërisht duke u nisur nga këto rrethana. Pra, për më tepër, thot gjykata kushtetuese, Këshilli Bashkiak dhe qeveria nuk garantuan një proces të rregullt ligjor ndaj Erion Veliet, sepse nuk e ftuan, nuk e lejuan që të paraqitej përpara Këshillit Bashkiak të paktën, që inicioi procedurën që edhe ai të jepte argumentat e tij, të mbrojë, të dëgjohej, sikundër u bë edhe në gjykatën kushtetuese, ku zoti Veli pati mundësinë që të dëgjohej